gati ndërkohë për të vazhduar me recetën e dytë. Tani tek tava patjetër që të mos të krijojë avull edhe të mos thahet. Dhe kështu e vendosim në furr. Po. Tani vazhdojmë dhe shpjegojmë pak çfarë gatuajmë në pjesën e recetën e dytë. Le të bëjmë një bukë integrale me miell thekre. Ja. Okej, do të përdorim mielin e thekrës, ju shoh dhe integralen. Po, ato dyja. Po, të dyja. Edhe integrale edhe me miell thekre. Mirë. Pra, 300 gram miell integral gruri dhe 200 gram miell thekre. 10 gram maja e thatë, 25 gram maja e freskët. Një lugë çaj krip, një lugë gjelle mjalt ose sheqer kaf që të aktivizojmë majan. 350, 400, 380 do të shohim sa do na marri, ujë të vakët, 2 lugë vaj ulliri, fara të përzjera, 80-100 gram, një grusht pra, lule gjelli, kungulli, liri, susami, kia, çfarë të doni, ose të gjitha bashkë, ose 2-3 prej tyre, çfarë të keni ju. Tani fillojmë të realizojmë. Janë këto paketimet me ngjyrë kafe të miellit Ola, edhe integrali edhe thekra. Mund t'i bashkoni, mund të përdorni njërën ose tjetrën, varet se sa të vëmendshëm dhe të kujdesshëm jeni. Te majaja. I ke tretur të dyja, edhe ato të freskën, të butën, edhe të thatën. Majaja aktivizohet me sheqer. Pra që e frym bukën. Sepse pak më e vështirë në fakt nga mielli i bardhë për të fryrë buka me miellin integral apo me miellin e thekës, por do ta provojmë me majan tani për ta realizuar dhe ta shohim deri në fund. Shtoj 2 lugë vaj. Para kjarat. Susam. Dhe çfarë lloj fare tjetër të jetë hikër. Shumë e mirë, unë kam vendosur hikër këtu. Dhe e ndihmoj me ujë të vakët. Me ujë të vakët. Nuk kam nevojë të bëj sitjen e miellit. E dim shumë mirë që në miellin thekër apo integralin, kur ne kërkojmë ta sisim, dalin krundet. Ato e bëjnë integral. Ajo është ato e bëjnë të mundur që nuk kalon në sit. Po, që të tretet më kollaj, kanë fibra. Kalon kripa këtu po. Dhe këtu fara që unë shtova, sidomos hikra, ka fibra, dhe prandaj hyn gjithmonë ushqimet superfood. Po. Sheqer aq sa më duhet dhe jo më tepër sa nuk më duhet. Sepse më jep një ëmbëlsi. Nëse ne duam, dim që mielli i zi ka një shije tjetër, jo si mielli i bardh. Mielli i bardh vjen me i ëmbël. Dhe për të bërë bukën pak më shije, unë i shtoj sheqer, ose mund të shtoj pak mjalt. Në të kundërt mund të shtoj edhe melas. Shumë nga ju nuk e njohin këto, por janë produkte që kanë shumë vite që janë, kanë dekada. Sheqeri ka mbi 56 emra, ndërto një tjetë dhe melasa. Do të shtoj. Të tjerave. Pak rëndësi ka 200 a 300 gram nga çfarë do lloj mielli. Niki tani ti ke syt në rregull? Po kam këto shiritin mbrapa. Transparenca, do t'i shtojmë ne tani, kjo është thekra. Ja. Shtojmë edhe pak nga mielli integral. 500 gram mua më duhet që të jetë brumi, po tani edhe më shumë, po nuk është problem. Ska problem. Çfarë shije do të dominonte? Do donim ne të dominonte. Mjafton të jetë një miell i mirë, integral, cilësor, të ketë të pranishëm atë me motive. Hajtë në duhet, sa të tregojmë. Kjo është për prerin e qepve të njoma. Por i rash për shkurt. Jep ja shumë shkurt, mos e vrit mendjen. Si në shtëpi. Si në shtëpi. Bravo. Shumë mirë. Le donë sa ta.
Ja ta punojnë qikës. Edhe ishte. Se din nëse mund të dalloni edhe pranin e krundeve. Më shto mirë. Po do të bëjmë diçka, jo, do marr një thik. Bëjmë diçka tjetër, me qenë se edhe koha premton e duam ta realizojmë ja, për kaq gjë. Si mund ta kuptojmë? Ja, Regja do na ndihmoj tani të kuptojmë pak se si ndryshon mielli i integral edhe mielli i sekrës këtu. Ta pa në qikë punë, po s'ka problem, mjafton të dallojnë. Vetëm ti do të lodhësh? E mirë, shumë mirë. Thash do shkruaj Albana aty, po jo. Dhe, aja është gjithmonë asi, një me yll këtu, jemi të dy jemi me as, ka? Aj shumë e përdor ti këtë mielin dhe aj shumë ke folur për këtë mielin sa mund të ishte Albana, Ola, aty bashkë në një. Pra, e bëm për të kuptuar, nëse mund të afrojmë pak, për të kuptuar ato krundet e vogla, që e bëjnë ato mielin integral, pra nuk është zhveshur komplet kokra e grurit, por ka fibrat, të cilat na ndihmojnë për të tretur më mirë, për të tretur më shpejt, për të mos kaluar direkt sheqeri në gjak, nga mielli i bardhë. Kjo është arsye që ne do ta përdorim shpesh edhe ta kemi si prioritet, edhe kur gatuajmë bukën dhe kur e blejmë. A bëj një më të madhe për atë tash ti. Pra, unë e anashkalova masa, që të bëj në bazë të tavës. Po. Ashtu bëra. Por, me kaq sa shtova unë, më duhet më tepër vaj. Dhe e punoj. Do punohet, pra ka farat, lloj farash, ka mielin integral, mielin e thekrës, dhe ne na bën të mos ndihemi keq në faj kur konsumojmë pak më shumë racion buke. Ne shqiptarët e duam bukën, por nëse zgjedhim për shembull të kombinojmë, të shtojmë fara të paktën ose të përdorim një miell të tillë, e bëjmë atë më dietike, e bëjmë më të shëndetshme për trupin tonë. E mira, shiko, nuk është njësoj si brumi tjetër. Uji duhet jetë i vakët. E punojmë edhe pak. Hop. Do ta vendosim në një tavë balti. Të lutem, një letër aty, e ta lëm pak që të qëndroj. Po do ta lëm të qëndroj apo ta pjekim? Gjithë duhet të qëndrojnë. Ja. E lëm të qëndroj aty ku është, ndoshta duke e punuar nga pak. Mirë se erdhët në pjesën e fundit të gatimit ton, siç e shihni, kemi lënë mjaftueshëm kohë bukës ton me miell thekre dhe me miell integral. Tani është momenti që ta vendosim për të pjekur në një letër pjekje. Edhe në një tavë të mirë, tavat për pjekjen e bukës janë nga më të ndryshme, sepse dhe ato luajnë një rol të rëndësishëm në mënyrën se si piqet dhe shihen që merr në fund gatimi, jo vetëm buka. Ndërkohë tavat të tjera që janë vendosur në furr janë të recetës së parë. Nuk ngjit, pra buka ka qëndruar, e tillë do të jetë. Një fije nga peceta. E bezës, prandaj e mira është që ti vendosim gjithmonë në beze. Edhe pasi të jetë pjekur. Do të shtoj pakës vaj. Edhe me gatimin e parë që përgatitëm, me vezët në furrë me salcë me domate në formë kime, shkon shumë ky gatim në atë praktikën dhe rutinën e ngjyerjes. Sërish do t'i vendosim fara, po. Tani me këto vendosin e farave sipër ka marrë tamam atë formën dhe pamjen e bukur të bukës së zezë me fara integrale dhe thekër, e mirë, e shëndetshme. Duket si e pjekur, ende pa e vendosur, kështu ta vendosim të vazhdojmë këtë proces, edhe më pas ashtu të ngrohtë, ta thyejmë dhe imagjinoni se çfarë shije të mirë që do të ketë marrë.